Të dashur qytetar të Kaçanikut, të nderuar kandidat për asamble, të nderuar aktivist për krahës e bashkëudhëtar të ndryshimit, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në shtëpinë e kulturës Gjeladen Kurtaj. Sonte jemi të gjithë bashk në këtë bem përmbëllës të fitores që po vjen. Fitores të Kaçanikut të ri, të drejt, të bashkuar e me vizion. Kjo sallë e mbushur me energji e me besim është dëshmia më e fortë se Kaçaniku ynë është gati për hapin e madh, për ndryshimin që s'kthehet më mbrapa. Në këtë rrugtim kemi pasur gjithmonë përkrajen e njeriut që e ka bërë ndryshimin e prekshëm në gjithë Kosovën, që ka dëshmuar se politika mund të jenë dëshmëri për kushtim e punë për qytetarin. Mirë se na erdhe kryeministër Zotri Albin Kurti. Dhe këtu, për para jush, është njeriu që do të udhëheq Kaçanikun me të njëjtin vizion e përkushtim, që do të kthej komunën tonë në shembull zhvillimi e drejtësie. Kryetari ynë në ardhje, Zoti Jeton Roka. Të dashur qytetar, sonte e ndjejmë fuqinë e bashkimit, e shohim qartë rrugën e fitores. E tani, me duar trokitje të fuqishme, e me zemra plot krenari, ju ftoj ta presim në skenë kryeministrin e Republikës së Kosovës, Zotri Albin Kurti! Veç edhe 4 ditë me këtë entuziazëm, edhe gjithë do të fitoni 4 vjetë me mirëqenje e dinjitet.
Të dashur qytetarë të Kaçanikut, jemi këtu bashk për fitoren e radhës televizjes vetëvendosje, e cila kësaj radhe e ka numrin 105 e emrin për të parin e Kaçanikut e kryetarin e ardhshëm të komunës, Jeton Rokën. Ju falimderit për këtë mikpritje të zjarrt në Kaçanikun e gurit, të punës e të qëndresës, në Kaçanikun e burrave dhe grave që nuk u dorëzuan kurrë e që punuan me dua e me zemër për këtë vend që duan kaq shumë. Kaçaniku që tash e shikon një të ardhme të ndritshme, me një qeverisje të re, me udhëheqjen e vetëvendosjes që do dalë fituese, e me kryetarin e ardhshëm Jeton Rokën. Gjatë këtij mandati sa isha unë kryeministër, mandat që s'po përfundon ende, ndodhemi në muajin e 7 vitit 5, mandatit tonë plot 4 vjeçar, gjysmën e tij ka punu Jetoni si drejtor i prokurimit në komunën e Shtimës, ku e kemi kryetarin Qemal Aliun e ku do të shkojnë të bëjmë pas Kaçanikut. Ndërka që gjysmën e dytë të këtij mandatit ton, Jeton Roka është zëvendësministër i Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës. Ky e ka krejt përvojën çka duhet, edhe nga niveli qendror, edhe nga niveli lokal, për t'ju qeverisur mbar e mirë për hir të secilit fshat dhe gjitha lagjeve të qytetit, në çdo rrugë e për çdo shtëpi të Kaçanikut. E këto gjëra tashmë janë parë, për shkak se pikrisht me Jetonin zëvendësministër në qeverinë tonë, Kaçaniku ka përfituar investime të rëndësishme. Për herë të parë, pas shumë dekadash, disa projekte që dikur vetëm premtoheshin, tash kanë filluar të marrin formë e të bëhen realitet i jetueshëm, i përjetueshëm për qytetarët e Kaçanikut. Leti përmendim bashk disa prej tyre: rruga Idris Seferi, rruga Kërbliç-Kaçanik, sanimi rrëshqitjeve përgjatë rrugës Dogonaj-Globoqic dhe rrethin fush pajtimit, asfaltimi tërësishëm i rrugës Dogonaj-Globoqic, ndërtimi i qerdhës në fshatin Rek-Nikaj, e së shpejti fillon edhe ndërtimi i shkollës fillore e Minduraku dhe shumë projekte e investime të tjera të buxhetuara si kolektore të ujrave të zeza, shtrati i lumit në Rodime dhe rrugë tjera të reja që do të ndryshojnë pamjen dhe jetesën në komunë. Por me Jetonin si kryetar e me qeverisjen tonë qendrore në Prishtinë, këto investime do t'jenë edhe më të fuqishme edhe më pranë qytetarëve. Sepse Jetoni është punëtor i përkushtuar, njeri që e do komunën dhe njerëzit e saj, që i respekton ata që kanë kontribuar e sakrifikuar, dhe i cili nuk shkon të përfitoj atje për vete nga detyra publike, por t'i shërbej interesit publik me krejt çka mundet e din ai. Tash është koha për bashkim që të transformojmë Kaçanikun, ka ardhur pra koha për kandidatin për bashkim, të cilin e kemi gjetur këtu midis jush, kryetarin e lëvizjes e së shpejti, kryetarin e komunës Kaçanikut, bashkëveprimtarin ton e kolegun tim në qeveri, Jeton Rokën. Me Jetonin vjen një ritëm i ri qeverisës. Qeverisje dinamike dhe ndershme, e cila i dëgjon qytetarët, vepron me njëherë dhe i bën
problemet e juaja prioritete të përditshme të tij. Me parkun industrial pranë autostradës dhe zonën ekonomike për turizëm malor e kulturor, do të krijohen vende pune dhe mundësi të reja për bizneset. Do të sigurohet furnizimi me ujë të pishëm për gjithë qytetin dhe fshatrat, bujqësia do të jetë prioritet me subvencione direkte, rrjete vaditëse, qendra grumbulluese dhe mbështetje për pemtarin dhe blegtërin. Mërgata e Kaçanikut do të organizohet nga komuna si një motor zhvillimi për investimet, duke përfituar nga njohuritë dhe përvoja e tyre. Kaçaniku do të ketë shkolla bashkohore e laborator funksional, transport falas dhe mësim gjithditor për të gjithë fëmijët. Do të ketë qerdhe të reja, 3 të tilla, një në fshatin Doganaj, një në Kaçanik të vjetër dhe një në Bregac. Me gjitha qeverisit e kaluara, Kaçaniku e ka pasur vetëm një qerdhe. Me qeverisjen ton, një qerdhe poshtohet, kurse me Jeton Rakën kryetar do të bëhen 5 qerdhe për fëmijë gjithsej në Kaçanik. Shëndetësia do të jetë afër qytetarëve me qendra funksionale, me ekipe të përgatitura dhe do të sigurohemi që askush të mos ndjehet i braktisur. Kujdesi për fëmijët, për të moshuarit, për familjet dhe për ata që kanë më shumë të nevojë do të jetë detyrë prioritare për kryetarin e ri Jeton Raka dhe për ekipin e tij. Të nderuar pranishëm, të gjithë e dimë që Kaçaniku ka traditë të pasur kulturore e sportive, por kjo ka mbetur në hijen e mbështetjes minimale komunale. Do ta përfundojmë ne bashkë ndërtimin e stadiumit të qytetit Besnik Begunca, i cili ka nisur tash 10 vjet që shedeni ju, dhe më në fund fikshat e flakt do të mund të ndjekin ndeshjet e klubit të tyre të zemrës ashtu siç duhet dhe e meritojnë. E kështu pra, me stadiume, palestra dhe aktivitete rinore, sporti do të bëhet pjesë e jetës së djemve dhe vajzave. Trashëgimia dhe kultura do të gjallërohen përmes kalas dhe festivaleve të cilat i lidhin gjeneratat. Administrata komunale me Jetonin kryetar do të jetë edhe efikase edhe digjitale. Vendimet do të jenë transparente e shërbimet cilësore. E përmes buxhetimit me pjesëmarrje, çdo lagje dhe fshat i Kaçanikut do të vendos për prioritetet infrastrukturore çdo vit. Jeton Raka nuk do të qeveris nga zyra, po me juve, pran juve, për juve. Prandaj të dashur Kaçanikas, Kaçaniku nuk duhet dhe nuk do të mbetet në duart e atyre që për qerek shekull e lanë pas. E ndan komunën dhe e ndalen zhvillimin. Është koha për njerëz që punojnë çdo ditë, që dëgjojnë dhe që e duan Kaçanikun me zemër e jo për interes. Jeton Raka është mundësia juaj dhe garancia jonë për këtë rrugë të re. Si zëvendësministër, ai ka treguar se çfarë do të thotë të punosh me përkushtim, me kompetencë profesionale e me integritet personal. Me Jetonin kryetar, Kaçaniku lidhet në marrëdhënie bashkëpunimi me qeverinë qendrore, prej së cilës fiton komuna dhe qytetari i Republikës. Andaj të dashur Kaçanikas, të dielën me 12 tetor, ju vendosni drejtimin e komunës sonë për 4 vitet e ardhshme. Zgjedhni zhvillimin, ndershmërinë, patriotizmin dhe bashkëpunimin. Zgjedhni Jeton Rakën dhe numrin 105. Zgjedhni lëvizjen vetëvendosje për Kaçanikun që punon, sepse investohet dhe që rritet teksa ecën përpara. Slogani ynë është bashk. Prandaj i madh e i vogël, gra e burra,
nga qyteti e fshati të dielën e 12 tetorit, bëhuni bashk, votojeni vetëvendosjen dhe bëheni kryetar Jeton Rakën. Transformimi i madh që ka nisur në Kosovë qysh para pandemisë në vitin 2019, që është vullosur në vitin 2021, që u rikonfirmua në vitin 2025, nuk bën ta lë anash apo mbrapa Kaçanikun. E keni në dorën tuaj që duke votuar Jetonin për kryetar, e vetëvendosjen për kuvendin komunal dhe asamblesët e saj që bëhen shumicë për t'i bërë qëndrimet dhe projektet e Jetonit vendime të komunës së Kaçanikut, ta ndryshoni me njëherë dhe përgjithmonë gjendjen tuaj, të familjeve tuaj, për të mirë, ashtu që të gjithë të përparojnë, askush të mos diskriminohet dhe Kaçaniku të lullëzoj përsi Republika e Kosovës. Ju faleminderit shumë. Ju faleminderit shumë, e tash e ftoj në skenë atë që është midis jush, e para jush, e në mes të radhës parë, të më bashkangjitet këtu në skenë, kryetari im në Kaçanik, e kryetari i juaj pas 12 tetorit, Jeton Raka. Të dashur qytetarë të Kaçanikut, të dashur mbështetës e aktivist, të dashur mysafir, shok e shoqe televizjes, shumë i nderuar kryeministër i Republikës së Kosovës, zotëri Albin Kurti, mirë se na erdhët në Kaçanikun legjendar. Sonte në këtë vend historik, ku vunë themelet e shtetësisë së Kosovës, me gjithë këtë energji, po ndihet fort fuqia e ndryshimit. E Kaçanikut që por i ngritet, fuqishëm. Pas qerek shekulli, pas 25 vitesh pritje, Kaçaniku është gati. Është gati të marrë frymë lirshëm, të ngrihet dhe të ecë përpara.
Kaçaniku është vend i njerëzve punëtor, i rinisë së gjallë, i familjeve të ndërtuara mbi traditë e respekt. Por, për shumë vite, ky potencial është mbajtur peng, nga qeverisja dhe klientelizmi, nga mungesa e transparencës dhe vizionit për ta çuar përpara këtë vend. Këtu, ku dikur u lindën idet e lirisë, është koha të lindë ndërgjegja e re e qytetarisë. Vetëvendosja për Kaçanikun vjen me vullnet, ndershmëri dhe vizion. Jo për t'u pasuruar, por për t'i shërbyer qytetarëve. Jo për t'i bërë njerëzit tanë, por për t'u bërë të gjithë njerëz të këtij vendi. Sepse Kaçaniku nuk ka më nevojë për grupe interesi. Kaçaniku ka nevojë për njerëz që punojnë për të gjithë. Të dashur qytetarë, në çdo lagje, në çdo fshat që kemi vizituar, kemi parë të njëjtën gjë, dëshirën e vullnetin e madh për ndryshim. Njerëzit janë lodhur nga premtimet e vjetra, nga fytyrat e njëjta, nga politikat e njanshme. Kaçaniku nuk do të jetë më pronë e askujt. Kaçaniku do të kthehet qytetarëve secilit në çdo lagje e në çdo fshat. Kryeministri Albin Kurti qënderoi secilin përvjetor në Kaçanik. E qeverisja e lëvizjes vjen para nesh me kokën lart. Ne i duam qytetarët e këtij vendi, e projektet tona mund të shihni nga do. Propaganda e pushtetit që me rahati të madhe e ka uzurpuar karrigën e pushtetit, e s'ka punuar asgjë për këtë vend, e ka marrë mesazhin e qartë. Rruga Idris Seferi, financim nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës. Rruga Kaçanik-Kërblis, 2.140.000 euro. Sanimi i rrëshqitjeve për gjatë rrugës Dogonaj Globoshic, 1.200.000 euro. Asfaltimi i tërësishëm i trases Dogonaj Globoshic, 5.100.000 euro. Qerdhja në fshatin Rek Nikaj, 1 milion euro. Shkolla fillore e Menduraku, 6 milion euro. Dhe 13 milion euro të tjera janë të buxhetuara për Kaçanikun në kuadër të Ministrisë Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, për shtratin e lumit në Rodime, kolektorët e ujrave të zeza dhe infrastrukturë rrugore që do ta bëj këtë qytet funksional dhe të jetueshëm. Në programin ton kemi planet të qarta. Infrastrukturë të denjë për shekullin 21, jo rrugë që hapen para zgjedhjeve e mbyllen pas votimeve. Arsim cilësor dhe mbështetje për rinin që mos të ikin, por të ndërtojnë jetën dhe të ardhmen e tyre këtu në këtë vend.
transparencë dhe llogaridhënie që çdo qytetar ta di ku shkon çdo euro e buxhetit komunal. Dhe mbi të gjitha një administrat që punon me qytetarët jo kundër tyre. Të dashur miq, ndryshimi nuk është vetëm një fjalë. Ndryshimi është përgjegjësi dhe obligim i yni. Ne premtojmë punë, ndershmëri dhe përkushtim të palëkundur. Sepse ajo që na dallon neve nga të tjerët është që e duam Kaçanikun jo për pozitë, t'i bërë qëndrimet dhe projektet e jetonit vendime të komunës së Kaçanikut, ta ndryshoni me njëherë dhe përgjithmonë gjendjen tuaj, të familjeve tuaj, për të mirë, ashtu që të gjithë të përparojnë, askush të mos diskriminohet dhe Kaçaniku të lullëzoj përsi Republika e Kosovës. Ju faleminderit shumë. Ju faleminderit shumë, e tash e ftoj në skenë atë që është midis jush, e para jush, e në mes të radhës parë, të më bashkangjitet këtu në skenë, kryetari im në Kaçanik e kryetari i juaj pas 12 tetorit, Jeton Raka. Të dashur qytetarë të Kaçanikut, të dashur mbështetës e aktivist, të dashur mysafir, shok e shoqe televizjes, shumë i nderuar kryeministër i Republikës së Kosovës, zotëri Albin Kurti, mirë se na erdhët në Kaçanikun legjendar. Sonte në këtë vend historik, ku vunë themelet e shtetësisë së Kosovës, me gjithë këtë energji, po ndihet fort fuqia e ndryshimit. E Kaçanikut që po ringritet, fuqishëm. Pas qerek shekulli, pas 25 vitesh pritje, Kaçaniku është gati. Është gati të marrë frym lirshëm, të ngrihet dhe të ecë përpara. Kaçaniku është vend i njerëzve punëtor,
i rinisë së gjallë, i familjeve të ndërtuara mbi traditë e respekt. Por, për shumë vite, ky potencial është mbajtur peng, nga qeverisja dhe klientelizmi, nga mungesa e transparencës dhe e vizionit për ta çuar përpara këtë vend. Këtu, ku dikur u lindën idetë e lirisë, është koha të lindë ndërgjegja e re e qytetarisë. Vetëvendosja për Kaçanikun vjen me vullnet, ndershmëri dhe vizion. Jo për t'u pasuruar, por për t'i shërbyer qytetarëve. Jo për t'i bërë njerëzit tanë, por për t'u bërë të gjithë njerëz të këtij vendi. Sepse Kaçaniku nuk ka më nevojë për grupe interesi. Kaçaniku ka nevojë për njerëz që punojnë për të gjithë. Të dashur qytetarë, në çdo lagje, në çdo fshat që kemi vizituar, kemi parë të njëjtën gjë, dëshirën e vullnetin e madh për ndryshim. Njerëzit janë lodhur nga premtimet e vjetra, nga fytyrat e njëjta, nga politikat e njanshme. Kaçaniku nuk do të jetë më pronë e askujt. Kaçaniku do të kthehet qytetarëve secilit në çdo lagje e në çdo fshat. Kryeministri Albin Kurti qënderoi secilin përvjetor në Kaçanik. E qeverisja e lëvizjes vjen para nesh me kokën lart. Ne i duam qytetarët e këtij vendi, e projektet tona mund të shihni nga do. Propaganda e pushtetit që me rahati të madhe e ka uzurpuar karrigën e pushtetit, e s'ka punuar asgjë për këtë vend, e ka marrë mesazhin e qartë. Rruga Idris Seferi, financim nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës. Rruga Kaçanik-Kërblis, 2.140.000 euro. Sanimi i rrëshqitjeve për gjatë rrugës Dogonaj-Globoshic, 1.200.000 euro. Asfaltimi i tërësishëm i trases Dogonaj-Globoshic, 5.100.000 euro. Qerdhja në fshatin Rek Nikaj, 1 milion euro. Shkolla fillore e Menduraku, 6 milion euro. Dhe 13 milion euro të tjera janë të buxhetuara për Kaçanikun në kuadër të Ministrisë Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, për shtratin e lumit në Rodime, kolektorët e ujrave të zeza dhe infrastrukturë rrugore që do ta bëj këtë qytet funksional dhe të jetueshëm. Në programin ton kemi planet të qarta, infrastrukturë të denjë për shekullin 21, jo rrugë që hapen para zgjedhjeve e mbyllen pas votimeve. Arsim cilësor dhe mbështetje për rinin që mos të ikin, por të ndërtojnë jetën dhe të ardhmen e tyre këtu në këtë vend.
transparencë dhe llogaridhënie që çdo qytetar ta di ku shkon çdo euro e buxhetit komunal. Dhe mbi të gjitha një administrat që punon me qytetarët jo kundër tyre. Të dashur miq, ndryshimi nuk është vetëm një fjalë. Ndryshimi është përgjegjësi dhe obligim i yni. Ne premtojmë punë, ndershmëri dhe përkushtim të palëkundur. Sepse ajo që na dallon neve nga të tjerët është që e duam Kaçanikun jo për pozitë, por për t'i shërbyer qytetarëve me ndershmëri. Kemi qëndruar këtu 25 vite në pritje të ndryshimit të vërtet. Ndryshimit që do të shihni pas 12 tetorit. Kjo e diel është më shumë se një ditë zgjedhjesh. Është dita kur ata që e zhvatën Kaçanikun do ta marrin mesazhin e qartë. Është dita kur ne të gjithë bashk do ta shkruajmë kapitullin e ri të qytetit tonë. Prandaj, ju ftoj të dielën, dilni në votime me familjen, me fëmijët, me miqt tuaj. Votoni numrin 105. Ky është numri i shpresës, i drejtësisë, i punës dhe i besimit. Le ta bëjmë Kaçanikun shembull të qeverisjes së mirë. Le ta kthejmë dinjitetin në institucionet tona. Le të tregojmë se pas 25 vitesh, Kaçaniku u zgjedh ndryshe. Me besim e dashuri për qytetin ton dhe me përkrahjen tuaj ne do ta fitojmë Kaçanikun. Sepse kur bëhen bashk njerëzit që e duan këtë vend, fitoria është e sigurt, fitoria është e jona. Faleminderit shumë, roft Kaçaniku, roft Republika, roft lëvizja vetëvendosje.
Tani ftoj kandidatët për asamble për një foto të përbashkët.